Lajmi për ndarjen nga jeta të këngëtarit njohur shqiptar, Shpat Kasapi, ka përfshirë në dhimbje jo vetëm familjarët dhe të afërmit, por edhe gjithë publikun që e ka ndjekur dhe e ka dashur prej vitesh. Prej momentit kur u konfirmua humbja e tij, Tetova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe mbar diaspora shqiptare janë mbushur me mesazhe ngushëllimi, dhimbje dhe trishtim. Në këtë atmosferë të rënduar, familja e artistit ka bërë të ditur edhe detajet e ceremonisë mortore, e cila do të zhvillohet nesër për të gjithë ata që dëshirojnë t'i japin lamtumirën e fundit këngëtarit. Sipas informacionit zyrtar, varimi i Shpat Kasapit do të mbahet nesër, në orën 11 të paradites, në ambientet e Pallatit Kulturës në Tetov, një vend simbolik dhe shumë i rëndësishëm për të. Pikërisht aty, ku ai ka qëndruar shpesh në skenë, ku ka kënduar, ku ka marrë duar trokitjet më të sinqerta të publikut dhe ku ka ndarë me njerëzit emocione, këngë dhe kujtime që sot marrin një peshë të re dhe të dhimbshme. Për këtë arsye, familja ka zgjedhur që lamtumira e fundit të zhvillohet pikërisht aty, në një vend që Shpati e donte dhe ku njerëzit e tij e kanë ndjerë gjithmonë pranë. Pallati i Kulturës do të jetë i hapur për publikun që në orët e para të mëngjesit. Të afërmit kanë bërë thirrje që kushdo që e ka dashur Shpatin, qoftë nga afër, qoftë përmes muzikës së tij, është i mirëpritur të marrë pjesë në ceremoni. Shumë njerëz pritet të vinë nga qytete të ndryshme, madje edhe nga jashtë vendit, për të bërë një homazh të fundit, për të vendosur një lule mbi arkivolinën e tij dhe për të përkulur kokën para kujtimit të artistit që u nda shumë shpejt nga jeta. Në këtë ceremoni, pritet që atmosfera të jetë jashtëzakonisht emocionale. Shpat Kasapi ka lënë gjurmë të thella te publiku përmes këngëve të tij, përmes karakterit të butë, buzëqeshjes së tij karakteristike dhe mënyrës së sinqertë me të cilën ai përballonte momentet e rëndësishme të jetës. Tani, të njëjtat njerëz që e duartrokitën gjatë viteve do të mblidhen për t'i dhënë lamtumirën e fundit, për t'i treguar se si arti i tij do të jetojë edhe përtej jetës fizike, përmes këngëve që do të vazhdojnë të dëgjohen në çdo shtëpi dhe në çdo zemër që e ka dashur muzikën e tij. Familja Shpat Kasapit, e tronditur dhe pikëlluar thellë, ka falendëruar publikun për mbështetjen e jashtëzakonshme që kanë treguar këto ditë. Të afërmit e tij kanë thënë se kjo dashuri, këto fjalë të ngrohta dhe ky respekt i madh i njerëzve janë ngushëllimi i vetëm në një dhimbje kaq të rëndë. Për ta, çdo mesazh, çdo shtrëngim duarsh dhe çdo person që vjen nesër në ceremoni do të jetë një dëshmi e ndikimit që Shpati ka pasur në jetën e shumë njerëzve. Pallati i Kulturës në Tetov pritet të shndrohet nesër në një vend homazhi, në një qendër dhimbjeje, por edhe në një hapësirë kujtimesh të bukura. Aty, njerëzit do të mund të qëndrojnë pranë arkivolit të tij, të përshëndeten për herë të fundit dhe t'i japin një prekje simbolike për udhëtimin e tij të fundit. Ceremonia do të jetë e qetë, e dinjitetshme dhe e hapur për të gjithë, siç do ta dëshironte edhe vetë artisti, që gjithmonë ka qenë i afërt me publikun e tij. Nesër, ora 11, në Pallatin e Kulturës në Tetov, do të jetë momenti i fundit që miqt, kolegët, familjarët dhe qytetarët do të kenë mundësinë t'i thonë lamtumir Shpat Kasapit. Kush e ka dashur, kush është prekur nga arti i tij dhe kush dëshiron të nderojë kujtimin e tij, është i mirëpritur të marrë pjesë.